Në Prishtinë protestohet sot kundër arrestimit nga Serbia të ish policit Arpënor Spahiu. Ai u ndalua më 8 qershor teksa kalonte tranzit në Serbi dhe qëndron në burg me pretendimet se ka lidhje me sulmin e Banjskës, ku vra Afrim Bunjaku. Leonita Bajrami po e njeh nga afër këtë protestë. Leonita, të përshëndes. Çfarë akuzash rëndojnë mbi ish policin e Kosovës? Përshëndetje edhe për juve, atëherë Serbia tash e 4 muaj mban në paraburgim ish policin e njësi speciale të policisë së Kosovës Arpënor Spahiun, e të cilët i kanë ngritur edhe akt akuzë për veprën penale të vrasjes rënd që lidhet me sulmin terrorist që Serbia kreu. Realisht një grup terrorist nga Serbia kreu mbi Kosovën, ndërkohë që 4 muaj mbahet atje, familjarët e tij ditën e sotme kanë protestuar në Prishtinë, kërkojnë një angazhim më intensiv të institucioneve të Republikës së Kosovës në lirimin e tij. Krahas kësaj të njëjtët kanë kërkuar edhe angazhim të institucioneve ndërkombëtare në mënyrë që të bindet Serbia ta lirojë të njëjtin. Kjo edhe marr parasysh se Arpënor Spahiu nuk ka qenë as pak i përfshim dhe as në detyrë në momentin kur ndodhi sulmi terrorist i Banjskës më 24 shtator të vitit 2023. Kjo për faktin se Arpënor Spahiu kishte dhënë ndërheqje nga policia e Kosovës në vitin 2021. Familjarët e tij kanë treguar se e vizitojnë kohë pas kohe vetëm bashkëshortja e tij për shkak që një gjë e tillë vetëm asaj i lejohet, ndërkohë që kanë shprehur edhe frikën se si mund i njëjti është duke përballuar paraburgimin e njëkohësisht edhe se çka mund të ndodhë me të. Duhet të kujtojmë se vetëm gjatë këtij viti janë arrestuar nga Serbia 5 qytetarë të Republikës së Kosovës. Hazir Haziri është personi arrestuar gjatë këtij muaji dhe i fundit për gjatë këtij viti, ai po ashtu vazhdon të mbahet në Serbi. Behar Preniçi është arrestuar në fillim të gushtit, i njëjti po ashtu vazhdon të mbahet. Lulzim Halili është arrestuar në Korrek dhe vazhdon të mbahet nga autoritetet e Serbisë. Arpënor Spahiu është arrestuar në qershor të këtij viti dhe ndaj të njëjtit është shqiptuar po ashtu masa paraburgimit, është ngritur akt akuza. Në anën tjetër, në maj të këtij viti është arrestuar edhe ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, Gramos Agusholli, i njëjti është i vetmi që gjatë këtij viti është arrestuar nga autoritetet e Serbisë, është liruar me një herë. Në anën tjetër është edhe Ministria e Punëve të Jashtme që për gjatë gjithë vitit ka kërkuar nga qytetarët e Republikës së Kosovës të kenë kujdes përderisa e shfrytëzojnë territorin e Serbisë për të kaluar tranzit, por në raste të caktuara u ka bërë thirrje edhe që të shmangin kalimin nëpër Serbi. Faleminderit Leonita Bajrami.